këto ditë e fundit janë përballur me dy raste shumë të ndjeshme. Dy raste qytetarë shqiptarë që jam i bindur që janë me mira, siç më thonë të tjerë, e 10 mira, shqiptarësh që nuk kanë punuar asnjë ditë në Itali, që nuk kanë kontribuar asnjë ditë në siguracionet italiane, por që kur sëmundjet e rënda i kanë zënë atë dheun e tyre, janë paraqitur në dyert e spitaleve italiane dhe kanë marrë shërbim, kanë marrë trajtim dhe po shërohen. Dhe kjo është për një duartrokitje të jashtëzakonshme. Në fakt, kur 2 vite më parë nisëm turin e diasporës në çdo cep të botës dhe të Europës, shumë më thoshin Adriatike e ketë kotë, nuk do e miratoni do të ligjin për votën e diasporës, po u vërtetuam të kundërtën, mblodhëm mbi 21.000 firma, e çuam projekt ligjin, ai u miratua dhe kësaj here njerëzit votuan. A që më ligji më perfekt dhe zbatimi më perfekt? Jo. Por fakt është që tashmë shqiptarët e diasporës kanë të drejtë votojnë dhe ju keni të drejtë të dëgjoheni në vendin tuaj. Pas zgjedhjeve, shumë më thanë, je zhgënjyer me diasporën. Unë buzëqesha dhe u thash as pak përkundrazi. Sa po të kaloj kjo fazë e procesit, do të nis t'i takoj, t'i falenderoj dhe do të vazhdoj turin dhe ja ku jam sot me ju. Ju falenderoj nga zemra për çdo votë që keni dhënë dhe ju falenderoj që jeni në këtë sallë, sepse ju jeni fuqia me cilën ecim përpara. Tani, ju jeni dëshmitar i asaj që ndodh në Shqipëri. Unë prej 76 ditësh, bashkë me qytetarë të tjerë, jemi vendosur në atë shesh dhe sot erdha këtu me ftesë të një pjesë të komunitetit tuaj, sepse nuk duam ta ndalim ndërgjegjësimin e qytetarëve shqiptar kudo që janë. Po pse jemi përballë? Jemi përballë atyre që të gjithë ne tashmë e dim se na vjedhin. Qofshim socialist apo demokrat, me parti apo pa parti, nga veriu, nga jugu, musliman apo të krishterë, ne të gjithë e dim sot që Edi Rama dhe banda që ai drejton na vjedhin 24 orë në 24, ndaj jemi në një protest 24 orë në 24 për të mos ndalur deri në largimin e Belinda Baukut dhe qeverisë më të korruptuar të Europës. Populli jon ka disa shprehje, ndër të cilat ja, te bashkëbisedimi. Kemi dalë në demokraci në 90. Jemi në dy. Po, lere të flas, lere, po. Po. Mos ta shprehim diktaturë. Shpreh, mor zotri, shpreh. Jemi në 90. Kemi dalë në 90 në demokraci. Unë kam 30 vjet jashtë, do emigrat që këto. Që e mendoni ju se si uniu. Po. Ç'a ndodh? Zotëria Shpar tha, nuk na e vlerëson. Na e vlerëson nanët dhe baballarët tonë çka kemi bërë për Shqipërinë. Okej? Se mendon, ose nuk e aprovon, ose nuk e konsideron Edi Rama ose Ali Berisha o tjetër nuk na intereson fare. Interesimi im që familja ime e konsideron atë. Do të thotë dal ke fjala ti që tha, nuk e konsiderojnë. Ai po fliste për pushtetin. Po ne e konsiderojmë familjarët tanë. Çfarë kemi bërë? Dëgjoj, jam që 95 në Itali. Jam 48 vjeç, kam marrë 18 vjeç në Itali. E kam lënë adoleshencën time shumë larg. Do të dalë fjala jote. Po na vjen nga 36. Ka vjen Sala, ka vjen Edi, ka vjen Dajaim, Axhajot, Tezejot, nuk ka rëndësi kush ka vjen. Po na vjen nga 36. Edhe do na vjen dhe sot e 36. Jo, kjo s'është e vërtetë. Ndaj kam ardhur këtu të bisedojmë. Unë jam një familje e përsekutuar. Nuk të njeh. Nuk më njeh, nuk të njoh. Unë jam një familje e përsekutuar. Kurt Kola ishte daja babës tim, ishte i partisë Legalitetit, ishte daja e babaj, djali daja babaj tim. Po mirë, mund ta... Do të them që partit vjen në gjithë. Jo, s'është. Dikush më mirë, dikush... Po ta bëjmë në bashkëbisedim, mund ta mbaroj unë fjalën time. Unë të bëjmë fjalën. Se po të çojnë të gjithë dhe të flasin para... Me nder qofsh. Ajo që po thosha është në Shqipëri ne jemi përballë një fakti. Tashmë i madh e i vogël e di që vidhemi dhe kjo nuk është thjesht për retorik politike.
Kjo është e vërtetuar nga prokuroria e posaçme. Dhe tashmë prokuroria e posaçme ka çuar në kuvend një kërkesë për heqjen e imunitetit dhe arrestimin e Belinda Baukut. Dhe ndarja e madhe është a do të vendos parlamenti për të rreshtuar në krah të drejtësisë, apo do të bëhet mburoj e atyre që vjedhin vendin ton. Po ju lutem më lërtën. Përballja e qytetarëve me hajdutrin duhet të jetë e pandalshme, sepse ata na vjedhin në mënyrë të pandalshme. Relativizimi që i bëhet që të gjithë vjedhin nuk është e vërtet. Nuk vjedhin të gjithë. Se po të vjedhin të gjithë, nuk do ishit ju punëtor në emigrim, po do rrini dhe ju të vjedhnit siç vjedhin ata. Apo jo? Jo, nuk vjedhin ju. Ju keni zgjedhur të punoni me djers dhe me punën tuaj keni ndërtuar në atë dhe shtëpitë tuaja. Me punën tuaja këtu keni bler shtëpi, keni shkolluar fëmijë dhe ja keni dalë që në 20 apo 30 vjet të ktheheni nga emigrantët e gomoneve në emigrantët e suksesit, në njerëzit e suksesit, në ata që shkolluan fëmijët, në të ardhmen dhe shpresën e Shqipërisë. Jo, nuk janë gjithë shqiptarët hajdut. Hajdut janë një pakic, një band që e ka marrë penga dheun. Janë një kancer që duhet shkullur dhe këtu nuk ka më një luftë mes të djathtëve dhe të majtëve, është gënjeshtër. Këtu ka vetëm dy palë. Ka ata lart, banda që na vjedh dhe ne populli i zakonshëm që jemi të vjedhur. Janë ata lart që kanë marrë peng Shqipërinë dhe ne poshtë që kemi ikur apo po ikim nga Shqipëria. Janë ata lart, fëmijët e të cilëve shkollojnë në shkollat më të mira të botës me paratë tuaja të vjedhura dhe ju që u duhet punoni ditë dhe natë për fëmijët tuaj. Kështu që nuk mund të ketë shenjë barazimi mes hajdutëve dhe të vjedhurve, mes qytetarëve të vuajtur dhe atyre që fusin duart në parat e buxhetit shtetit. Dhe ju, diaspora, jeni shpresa për Shqipërinë, sepse ju jeni ajo pjesë e shoqërisë e pakorruptuar, jeni ajo pjesë e shoqërisë tek të cilët ne shohim mundësinë që nesër fëmijët tuaj të kthehen atë dhe, fëmijët tuaj të investojnë atë dhe, fëmijët tuaj ta drejtojnë Shqipërinë dhe ta bëjnë Shqipërinë një vend normal, si vendet ku ju jetoni. Nëse Shqipëria do të ishte mirë, ju nuk do të rrinit këtu në Itali, apo e kam gabim? Nëse në Shqipëri do të kishte sistem shëndetësor si këtu në Itali, a do të rrinit në Itali ju, po apo jo? Nëse në Shqipëri do të kishte shkolla si këtu në Itali, do të rrinit në Itali ju? Nëse do të kishte furnizim me ujë, do të kishte subvencione në bujqësi, do të kishte pensione, ndihmë ekonomike si Italia, do të rrinit më këtu ju? Po ju rrini këtu për një arsye shumë thjesht, sepse në Shqipëri njerëzit e ndershëm e kanë shumë të vështirë për t'ia dalë, e kanë shumë të vështirë për të rritur fëmijë normal, e kanë shumë të vështirë për të shkolluar fëmijët, e kanë shumë të vështirë për të shkuar në spitale për të mjekuar, e kanë shumë të vështirë për të parë një të ardhme normale në vendin e tyre. Dhe unë jam sot këtu që të bashkëbisedoj me ju dhe në fund do marr pyetje. Jam sot këtu që t'u dëgjoj ju, sepse duke u dëgjuar, do të marr pas me vete mendime mbi të cilat mund të imponohemi se si mund ta ndryshojmë atë dheun. Dëgjoj shpesh që thon ata janë të fortë. Dëgjoj shpesh që thon janë të pathyeshëm. Në fakt, koha ka treguar që nuk ka njerëz pathyeshëm. Ata që deri dje i shikonit si të pathyeshëm sot po shkojnë me bisht nërshal para drejtësisë. Sot po shkojnë në radhë për një në qelit e atij vendi që nuk besoj kur se do të shkonin. Sepse janë njerëz që kanë bërë haram dhe harami nuk bëhet kur halal. Në fakt, përgjithsisht ju e keni zgjidhur jetën tuaj. Ekonomikisht flas, keni punë këtu, keni familje, keni ndërtuar shtëpi dhe nga Shqipëria nuk është se u duhet fort pjesa ekonomike. Ne kemi nevojë për ju. Po në fakt ju keni nevojë për disa gjëra krejt të thjeshta. Keni nevojë që kur vini aty në kufi, t'u thon mirë se erdhen atë.
Ai polici që takoni në rrugë të mos u shohë si bankomatin apo xhepin ku të mund të marr 50 apo 100 euro, po t'u trajtoj si vllai dhe motrën nga emigrimi që ka ardhur në atë dheun e vet për të ndonjur 15 ditë me pushime. Keni nevojë që kur shkoni në plazh aty në Vlorë apo në jug apo në Shqipërinë e Mesme, të mos u dali forti i hotelit dhe t'u thot nuk do hyni në plazh nëse nuk merrni shazuon, apo t'u thot hiqeni makinën këtej se ky është parkimi im, po nuk ka ngrë drek, apo e kam gabim. Keni nevojë që kur shkoni te ato shtëpitë tuaja, të cilat i keni ndërtuar me djersën e ballit, të gjeni ujë ato 15 ditë që rrini në shtëpinë tuaj. Keni nevojë që të merrni ato certifikatat e tokës që u takon me ligjin 7501, të cilat ende nuk u kanë dhënë. Keni nevojë që të trajtoheni me dinjitet në një republikë e cila vetëm për dinjitetin nuk flet. Dhe keni nevojë që në këtë betejë të keni në fushën e betejës djemë dhe vajza të cilët janë të gatshëm të luftojnë. Kam një pyetje për ju. Sa vite e keni ju? Bët 20-30 vite në Itali. Kur shtriheni në darkë dhe shikoni ëndrat, në çfarë gjuhë e shikoni? Kështu do t'i shikoni gjithmonë. Ndaj Shqipëria është atë dheu ynë, të gjithë duhet punojnë për atë dheun tonë dhe të gjithë duhet keni në mendje që një ditë të ktheheni në shtëpitë tuaj. Si bëhet kjo? Kjo bëhet me dinjitet. Kjo bëhet me qëndrueshmëri. Do thoni ju, po ju nuk ja dolët që ta çani sistemin qerën e parë dhe ta thyenit. Ne hym dhe në 8 muaj morëm 80.000 vota. 80.000 vota njerëzish të ndershëm. Kur ju erdhët në Itali, që në vitin e parë i ndërtuat shtëpitë tuaja, që në vitin e parë i shkolluat fëmijët tuaj, që në vitin e parë mësuat italishtën, morët shtetësinë me radhë. Duhet kohë. Ne kemi mbjellë një bim që në vitin e parë u rendit forca e tretë politike në vend, si kur më parë në historinë e Shqipërisë të 34 viteve. Në 8 muaj ja dolëm që të ndërtonim forcën e tretë politike në vend, e cila ka marrë 80.000 vota dhe ka të gjitha gjasat, për të bërë forca e parë politike në pak vite, për të pasur djemë dhe vajza nga diaspora, një pjesë unë sotit gjova për herë të parë këtu, ndoshta kanë emocione, se nuk janë mësuar me skenën, por ka një gjë që i dallon shumë nga ta atje, dhe te dridhja e zërit që kishin, janë të ndershëm. Dhe ne, vëllezër, motra, prindër, nuk na duhen më njerëz që gënjejnë bukur, nuk na duhen më njerëz që flasin thjesht bukur, po na duhen djemë dhe vajza të ndershëm. Na duhen bijat e diasporës, që të vinë atë dhe të kenë mundësi dhe ta transformojnë. Dhe për këtë juve u duhet që aty të keni një ekip njerëzish që hynë në betejë, luftojnë në betejë, nuk triqe nga beteja. Dhe unë sot me krenari, se cili nga ju e shoh këtu dhe i them, në muajin qershor pas zgjedhjeve, Edi Rama personalisht mua përmes të dërguarve të tij më ka kërkuar të bëhem zvendës kryeministri i vendit dhe të marr 2 ministri. Kam refuzuar në emër të të ardhmes këtij vendi, sepse ne besojmë që jo të gjithë e kanë një çmim. E pasi nuk pranova, dhe herën e dytë që dërgoj lajmësit e dytë në muajin korrik, përdori kalin e Trojës, atë që bëri avokat populli, sepse donte të jepte të gjithë popullit mesazhin që të gjithë të rinjt shiten, që në fund do vinte unë, që të gjithë që duan të bëjnë karrierë duhet kalojnë nga Edi Rama. Por jo, në këtë betejë tashmë është një ekip djemsh dhe vajzash, dinjitoz, që guxuan dhe i thanë jo postit të zvendës kryeministrit, jo postit ministrit të bujqësisë, jo posteve të larta të këtij shteti, dhe i thanë po të ardhmes, po dinjitetit, po ndryshimit, dhe sot me krenari vi u shonë sy dhe u them, na mbështesni, sepse ka nis një rrugë e madhe ndryshimi. Në fakt tonë nuk ka shpresë. Shpresë nuk ka nëse në fushën e betejës nuk është asnjë luftëtar për të kërkuar shpresën dhe ndryshimin. Por jo në rastin e Shqipërisë. Në rastin e Shqipërisë tashmë ka një ekip që quhet Shqipëria bëhet, Lëvizja Shqipëria bëhet, që u provua duke i thënë jo pushtetit të Edi Ramës. U provua që i tha jo kërcënimit dhe shantazhit të Edi Ramës për atë mandat, dhe tashmë po provohet që po proteston prej 76 ditësh në shesh, ditë për ditë, natë për natë, sepse
qëndresa është çelësi për ndryshim. Ju do thoni çfarë keni arrit me atë protestë deri tani? Ua them unë, 1. Po i bie fasada ndërkombëtare. Media ndërkombëtare të gjitha po e pasqyrojnë atë të vërtet që nuk ishte deri dje thuaj që Shqipëria vendi i artë ku të gjithë duhet të venë dhe mashtroheshin. 2. Po vritet shpreja çudia më e madhe zgjat 3 ditë. E ka pas popullon këtë shprehje. Një skandal, muloj me një skandal. 3 ditë një skandal, vidhnin prap, 3 ditë një skandal tjetër, vidhnin prap, 3 ditë një skandal tjetër, kaloi një skandal, kaloi një hajdutëri, askush nuk hyn në burg, asnjë gjë. Ka 76 ditë që ne po ja mbajmë plagën të hapur duke kryer çdo ditë dhe për herë të parë një skandal nuk po mbulohet dot me një skandal tjetër dhe çudia nuk po zgjat më 3 ditë, po ka 76 ditë që nuk ndalet dhe po lufton për të përballur me hajdutërinë. Dhe ka shpresë vëllezër, prindër, se shodhen moshë të prindërve të mi këtu. Ka shpresë se ka djemë dhe vajza që kanë zgjedhë jenë në krahë të drejtësisë. Ka djemë dhe vajza që kanë zgjedhë të përbauen për të mbrojtur atë drejtësi të re që po ndërtohet për të çuar para drejtësisë të gjithë ata që kanë vjedhur vendin tonë. Dhe ky është një mesazh shumë i madh që çdo i ri nesër që do ulet në karriget e shtetit shqiptar, ta mendoj mirë që mund të kalojnë 5 vjet, mund të kalojnë 10 vjet, 20 vjet, 30 vjet, po vjen dita që përgjigjesh dhe haramin nuk e bën dot halal. Pik. Unë sot nuk jam duke fol elektoralisht, se nuk ka zgjedhje sot, edhe pse jam i bind që do ketë shumë shpejt zgjedhje. Po uroj shumë që të mos gënjehet më populli ynë me atë pashaportën që i thoshe Edi Rama do t'i fus në Europë, ndërkohë që po i fut në grop. Atë drejtësinë që thosh do ta mbrojmë, po donte ta mbronte deri ditën që nuk prekeshin njerëzit e tij, tani që i erdhi laku te fyti i tij, tani thot, do ndrojmë ligjin. Tani thot 83 mandatet i kam për të ndruar ligjet, në fakt 83 mandatet edhe pse i vodhin pjesë të madhe, nuk i mori për të ndruar ligjet që të shpëtoj veten dhe shokët e shoqet e tij, po i mori që ta antarësonte Shqipërinë në Bashkimin Evropian, apo jo? Ndaj, në zgjedhjet e radhës, populli të ketë shumë kujdes dhe flisni me njerëzit. Mos votoni për inertësi hajdutët, mos votoni për tifozllëk, votoni djemë dhe vajza të reja, votoni lëvizjen tonë. Edhe pse ndoshta jo të gjithë shkëlqejnë në diskursin e tyre, unë ju them një gjë me bindje të jashtëzakonshme. Shkëlqejnë në ndershmërinë e tyre. Janë djemë dhe vajza të ndershëm. Ne në datën 1 mars kemi protestën e 5 pa ndalim. Ne nuk i marrim njerëzit me bileta e tu paguajmë atë e këtë, se e para se besojmë atë metodik, e dyta nuk kemi para. Qa shikoni aty, vinë vetë dhe vinë se ndjenë me zëmër. Kështu që kushdo nga ju është i ftuar në 1 mars ora 12 përballë kryeministrisë, sepse i fortë është Shkëmbi, mos e harroni. Po betejën mes Shkëmbit dhe Daugës e ka fituar gjithmonë Dauga. E fiton Dauga jo se është më e fortë, po se është më vendosur, duke mos ndaluar e gryen dita ditës derisa e zhbën dhe e kthen zhavor. I fort mund të jetë Edi Rama dhe pushteti bandave që ai drejton. Po Dauga që ne po e godasim çdo ditë pa ndalim, po e gryen dhe të jeni të bindur ju që shumë shpejt do ta sheshoj dhe do të jap fund kësaj marrëzie që po jetojmë. Unë e di që në këtë sallë ka njerëz që nes na kanë votuar dhe është krejt normale. Është krejt normale. Po nga ana tjetër, e di dhe gjithashtu që ky ekip ka bërë të mundur që njerëzit të paktën të vinë të na dëgjojnë kudo ne shkojmë. Jo kujdo dhe jo çdo lëvizje mund të mbidhen kaq njerëz në një çdo qytet të botës apo të Italisë. Dhe kjo është paradhoma e suksesit të ardhshëm që ne presim. Faza e parë është të dëgjojnë, është si puna e martesës. Para se të lidhësh martesë, së pari duhet ta njohësh, duhet ta shohësh, duhet ta dëgjosh, të pëlqen zëria, të pëlqen, si shikon, drejta, shtrëmër, si e ka karakterin, e me radhë. Edhe puna jonë, sot është hera e parë, u takuam, uroj të kemi lënë për shtypje të mirë, uroj të bjem dashuri, e të kemi rrugë të gjatë dhe ta ndryshojmë atë dheun tonë. Unë jam i bind
që një ditë jo të largët, të gjithë ju që jeni në këtë sallë, do jeni shumë krenar për faktin që ishit në këtë sallë dhe për faktin që mbështetet njerëzit e dur. Sepse ju e ndjeni mirë kush e ka seriozisht këtë betejë. Po ne ende jemi të vegjël. Unë e pranoj. Po jemi forca e tretë politike në vend në vetëm 8 muaj dhe kemi gjithë energjinë, gjithë shkollimin, gjithë pasionin për të kthyer në forcën e parë politike, siç Albini e bëri në Kosovë, siç Ciprasi e bëri në Greqi, e siç ka ndodhur në çdo vend të Ballkanit ku të rinjt janë ngritur përballë padrejtësisë. Unë ju falenderoj nga zemra, jam i hapur për pyetje dhe tani jemi te faza e pyetjes si do bënte zotëria.